Igli Tare, ish futbollisti I Kombëtarës Kuqezi, është marrë I pandehur nga SPAK. Tare u paraqit në prokurorinë e posaçme para ditën e kësaj të njëjte, ku edhe ju komunikua akuza e pastrimit të parave. Ishte prokurori Dritan Prençi, I njëjti që po zhvillon hetimet lidhur me ish-zëvendës kryeministre Belinda Balluku, ai që I ka komunikuar akuzën Tares. SPAK nuk ka dalë me një njoftim zyrtar lidhur me çështjen, por disa ditë më parë u mor në pyetje edhe vëllai I tij, Agron Tare. Ky I fundit ka qenë drejtori I përgjithshëm ekzekutiv I autoritetit portual Durrës dhe zëvendës ministër I punëve të jashtme. Agron Tare u pyet nga SPAK me cilësinë e personit që ka djeni për rrethanat e hetimit. Igli Tare prej vitesh jeton në Itali, ndërsa ka mbajtur funksione drejtuese në klubin e Lazios dhe Milan, ku së fundmi është karkuar nga Kuqezinjt. Tare nuk ka mbajtur funksione shtetërore në Shqipëri, por emri I tij u përfshin në hetimet e thelluara që Prokuroria Speciale nisi ndaj ish-zëvendës kryeministres, duke kaluar në sit pasurinë e saj. Tare fillimisht u thirr për të dëshmuar, pasi konsiderohej nga Prokuroria Speciale si person kyç për hetimin, veçanërisht në aspektin e verifikimit të pasurisë së ish-zëvendës kryeministres. Thirrja e tij për të dëshmuar u paraprit nga disa kontrolle që tuajësit e BK-s ushtruan ndaj personave të lidhur ose disa biznesmenve sa I takon dosjes Balluku. SPAK e thirri dyeri Igli Taren, por ish futbollisti I Kombëtarës për shkak të qëndrimit jashtë vendit, herën e parë nuk u paraqit. Hetimi mbetet në zhvillim ndërsa SPAK po zgjeron verifikimet për të zbardhur lidhjet dhe përgjegjësitë e mundshme në dosje. SPAK nuk ka dhënë ende një informacion zyrtar lidhur me komunikimin e akuzës për Igli Taren, por edhe ky I fundit nuk ka bërë asnjë reagim publik lidhur me akuzën e ngritur nga prokuroria e posaçme. Ish-zëvendës kryeministri Belinda Balluku është marrë pandehur nga SPAK për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera në lidhje me procedurat për ndërtimin e tunelit të Llogaras, ndërsa po hetohet edhe për lotet e projektit të Unazës së Madhe. Paralelisht, SPAK ka nisur edhe një hetim pasuror ndaj saj.